Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë në Universitetin Fanoli të Korçës do të ofrojë këtë vit akademik programin e ri të studimit master profesional në mësuesi për arsimin special. Ky program synon të përgatisë profesionistë të kualifikuar në fushën e arsimit gjithëpërfshirës, duke ju përgjigjur nevojave të tregut të punës për mësues dhe edukator të aftë të mbështesin fëmijët me aftësi ndryshe. Duke pasur parasysh numrin gjithnjë në rritje edhe të fëmijëve me nevoja të veçanta, por veçanërisht të mësuesve ndihmës, të cilët aktualisht janë në detyrë dhe janë të pakualifikuar me master apo me kualifikime afat gjatë, përveç kualifikime afat shkurtra që ofron universiteti ynë apo edhe agjenci të tjera trajnuese dhe kualifikuese. Për këtë vit akademik janë miratuar 40 kuota për këtë program, ndërkohë që aplikimet kanë qenë të shumta, nisur nga fakti se nga mbi 200 mësues ndihmës që ka qarku i Korçës, rreth 140 prej tyre janë të pakualifikuar. Kërkesa është shumë e madhe, fluksi i aplikantëve është i madh. Do të kërkohet të bëjnë durim sepse numri kuotave është i përcaktuar dhe ne nuk mund të shtojmë kuota të tjera, ndërkohë që aplikantët fitues do të renditen në listë sipas mesatares. Është kriteri bazë i ardhur ose i vendosur në udhëzimin e përbashkët për pranimet e reja për këtë vit akademik. Hapja e këtij programi master pritet të sjellë rritje të interesit të maturantëve për degët e mësuesisë. Pjesa më e madhe ose 90% e aplikantëve vinë nga studimet bachelor për mësues në arsimin fillor, që do të thoja se edhe në vitet në vazhdim, ky master do të qëndrojë i hapur dhe interesi i madh do të jetë pikërisht nga këta studentë që kanë mbaruar bachelorin për arsim fillor. Ndoshta kjo një augur i mirë për të rritur shpresat edhe tona si Fakulteti Edukimi, po edhe të maturantëve që t'i rikthehen programeve të mësuesisë dhe programit të mësuesisë arsim fillor. Ky program i ri shihet si një mundësi për forcimin e rolit të universitetit në përgatitjen e specialistëve që mbështesin edukimin dhe integrimin e fëmijëve me aftësi ndryshe.